الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندرم الله جل جلاله për çdo dhunti që na e ka dhënë, salatet, selamet, përshëndetjet, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve Muhammedin, të virin Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe me gjithë pasues sunetit të tij ditë gjykimit. Pastaj falënderimi i veçantë për hoxhën e nderuar që po bëhet sebeb që të bëhemi nga gjitha viset shqiptare, që të bëhen strukturat të ndryshme të shoqërisë tonë që kontribuojnë për të mirën e kësaj shoqërie. Dhe këto takime, subhanallahu, po duket shumë shpejt po vinë, ndoshta edhe afërsia e kohës çdo herë po më duket se më shpejt po na vije Ramazani i dytë. I kishim pyet nasrat, i kishim thonë hoxhës, hoxh tem Ramazani ana don neve, i kishte thonë hoxha, po mos me na dash çdo vjet ka 10 ditë më herët s'kishte orë. E këta i thënë, na, jemi të mërzit, që po shkon, mu pas mërzit, se kishe bo kur që shkon bajram 3 ditë. E neve, alhamdulillah, që po na mundësën Allah Ta'ala me u taku me zvete, në këtë mujt, bekuum të Ramazanit, mujnë e Kur'anit, dhe me folë për komentimin e fjalëve të Kur'anit, është privilegj. E me spjegu edhe ma tepër e këtë privilegja dhe Allahu Ta'ala, hoxhës tonë, doktorit tonë, doktor Sheqetit, që më duket është unik në trojet tona, që ka vite që e spjegon para gjematit Kur'anin, kuptimet e ajeteve të Kur'anit, e pastaj ato i qetë në letër, dhe kohë pas kohë kështu po plotësohet një nimet i shumë pritur në popullin tonë, dhe lusë Allah Ta'ala, inshallah, unë sonte do t'jem fjallë të shkurtra vetëm diçka me folë për surën Sejdë, që është në gjyzin e 21, doktori nëse zgaboj ka arrit deri te gjyzin 27, surët Ar-Rahman. Gati është përfundim. Allah i dhash të imër të hajrit, të bereqetin në kohë, edhe ndije që ta përfundoje këtë projekt madhështor që lexuesi shqiptar musliman dhe jo musliman ta ketë në durt e veta Kur'anin, librin famlar, të cilin unë për herë të parë vitet 80-ta, apo po më duket vitet 80-ta në fillim, e di baba si hoqë që patpëru disa pjesë të përkthimeve të hoqë Hafez Ibrahim Daliut, dhe atëhere për herë të parë po ta pa në gjuhë shqipe Elhamin, se zakonisht lexonim literaturë në gjuhën bosnjake, literaturë islame, tash alhamdulillah kemi mundësi edhe e kem shumë ma lehtë me lexu literaturën në gjuhën tonë. Dhe këtë kontribut gjithsesi doktori është e dhënë dhe lusë Allahun Ta'ala inshallah që të na e shpërbleje për këtë punë jashtëzakonisht të madhe. Prandaj muji Kur'anit dhe po mundohem dhe disa fjalë me folë për sure dhe fjalë të Kur'anit. Surët Sejdë, të cilën në pikat shkurta do të mundohem vetëm disa fjalë me i folë në lidhje me ta, është sure Mekkase, mirë po janë disa prej ajeteve të cilat kanë zbrit Muhamedit alayhi salatu wasalam i kanë zbrit në Medinë. Janë 3 ajete ose 5 ajete, prej ajetit 16 deri në 18 apo deri te ajeti i 20 i kësaj sure, që kjo sure i përmban gjithsejt vetëm 30 ajete. Surja 73 e zbritur me radhë dhe tash gjendet në gjuzin e 21 të Kuranit. Ka zbrit pas surës Nahl edhe para surës Nuh
është rendit si sure 32 e renditur pas surës Luqman, dhe sikur ajo edhe sure Sejdë flet për tauhidin, njëshmërinë, besimin në Zotin. Zate shumica e ajeteve dhe surave që kanë zbrit në periudën e parë të shpalljes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit të tij 13 vite si pejgamber në Mekë para se të shpërngulin në Medinë, janë kryesisht ajetet të cilat flasin për besimin në Zot dhe besimin në kushtet e imanit dhe besimin në ditën e gjykimit, për shpërblimin dhe ndëshkimin që do t'ju bëhet robëve të Zotit në botën tjetër. Secili prej neve duhet ta dimë se nuk jemi ardhur kot së koti, por e kemi një qëllim, e qëllimi i parë dhe final është adhurimi i Zotit. Dhe për 13 vite të tëra Allahu Teala këtë nguliti në zemrat e Mekasve spari që të besojnë Zotin e tyne se është një dhe të besojnë se ata e kanë një qëllim, ajo është adhurimi i Zotit tyne dhe e kanë një takim me Zotin e tyne kur do t'japin llogari për atë se a kanë qenë të bindur të dëgjueshëm ndaj krijuesit, nëse kanë qenë atëherë do të shpërblehen, e shpërblimi Allahu Teala është xhenetet e përhershme, ndërsa nëse kanë qenë të pabindur, jenë rebelu, kanë refuzu udhëzimin hynor, atëherë gjithsesi se do të kenë dënim, ajo është xhenemi, Allah na ruaj prej dënimit të saj. Pejgamberi alayhi sallam e ka përmend këtë sure, i gjem që i ka përmend edhe hoxha, Allah shpërblet gjatë shpjegimit të tefsirit. Pejgamberi alayhi sallam e ka lexuar surët Sejdë namaz sabah ditën e Gjuma, dhe po ashtu pejgamberi alayhi sallam hadithin që e transmeton Imam Ahmedi Tirmidhiu, Sheikh Albani i ka thonë hadithit sahih, nuk flinte pejgamberi alayhi sallam pa e lexu surën Sejdë, surët El-Mulk. Edhe kjo sure, sikur surët tjera mekase, e ka trajtuar çështet e besimit, ku fillon me vërtetësinë se Kurani është libri i Allahut që është zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe se nuk është libri i Muhamedit, i është zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam, është fjalë e Zotit që është zbrit të dërguarit të Zotit. Allahu Teala zgjedh nga njerëzimi njerëz të cilët do të bajnë mesazhin e Zotit dhe do të transmetojnë atë të rrobat e tjerë tek Zoti, te Zoti. Këtë punë kanë kryer pejgamberët e Zotit, mungesë tyne i kryen xhallarët, dietarët, barcit e dijes së fjalës së Zotit dhe udhëzimit profetik Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka qenë është dhe do të jetë deri në ditën e gjykimit, dhe lumë për atë i cili me ndere kryen këtë punë të ndershme që transmetoje fjalën e Zotit tek robët e Zotit.